Çfarë ka ndikuar në ndryshimin e mënyrës së veshjes tek ne? Veshjet tradicionale shqiptare nuk janë vetëm rroba, por pjesë e identitetit tonë. Dikur çdo rajon kishte veshjen e tij që tregonte historinë, zakonet dhe mënyrën e jetesës së njerëzve. Me kalimin e kohës e sidomos pas luftës, mënyra e veshjes ka ndryshuar shumë, veçanërisht tek të rinjët. Pranimi i kulturave, stileve dhe ideve të reja, ardhja e diasporës dhe kontaktet me vendet e jashtme kanë sjellë stile të reja. Më vonë, interneti dhe rrjetet sociale e kanë lidhur Kosovën me gjithë botën, duke bërë që moda botërore me u porap shumë më shpejt edhe tek ne. Sot veshjet tradicionale ruhen kryesisht për festa dhe ngjarje kulturore, ndërsa veshja moderne është mënyrë me shpreh veten. Sfida mbetet që edhe duke ndjekur kohën, të mos harrojmë rrënjët dhe vlerat tona kulturore.